Në podcastin flasim në episodin ekskluziv Partia e Re për Shqipërinë në Bashkimin Evropian ishin të ftuar përballë kryeministrit, njëkohësisht kryesocialistit Edi Rama, edhe kandidatët për deputet të qarkut të Vlorës. Kandidatja për deputet e listës së mbyllur Zamira Sinaj thekson se ftesa për të qenë pjesë e skuadrës së Partisë Socialiste i erdhi krejtësisht nga drejtuesi politik Bledi Çuçi, ndërsa vetëm pak muaj më parë ishte zgjedhur si dekane e Fakultetit të Ekonomisë në Universitetin e Vlorës Ismail Qemali. Prindërit e mi kanë qenë suporti dhe mbështetja ime më e madhe gjatë gjithë rrugëtimit tim të deri tani ishëm. Jam nënë e dy çunave, të cilët sapo kanë kaluar atë fazën e adoleshencës dhe me ato vështirësitë e veta që kanë çunat. Edhe vlonjat dhe adoleshent duhet jetë sfidë e madhe për ty. Po, sfidë shumë e madhe. Jam diplomuar në ekonomi, aktualisht mbaj titullin profesore asociuar dhe jam dekane e Fakultetit Ekonomik të Vlorës. Gjithmonë kam pasur një nxitje të brendshme, një dëshirë që të angazhohem në jetën politike dhe sociale të vendit, por me thënë të vërtetën jo gjithmonë kam gjetur ato mundësitë dhe hapësirat e duhura. Dhe unë mendoj se Vlora ta bën akoma dhe më të vështirë këtë përfshirje dhe këtë angazhim se sa këtu në Tiranë. Dhe ku mu erdhi kjo ftesë nga deleguari, bëra disa batuta me të, pasi më erdhi në një moment që absolutisht nuk e prisja, pasi sapo kisha përfunduar sfidën që dola dekane përballë dy zonjave shumë të nderuara, edhe më erdhi një sfidë për të hyrë një gare tjetër, por nuk ishte ky problemi, më tepër ishte ajo qasja, unë e dja dhe si ka mundësi që i deleguari po më bën këtë propozim. Jam njohur me zotin Çuçi krejt rastësisht në një aktivitet që ai zhvillonte në qytetin e Vlorës. Nga ana profesionale mund të them që zgjedhjet janë pragmatike dhe një qasje e politikave apo një qasje ekstreme apo e qendrës së majt drejt asaj të qendrës së djathtë ka nuanca shumë dalluese nga njëra tjetra. Por po ta mendosh që sot në Europë e majta, moderne dhe djathta, moderne bashkëverisin dhe kanë bashkëverisur me njëra tjetrën, pse dhe ne këtu në Shqipëri të mos i lëzojmë këto mure ndarëse. Në listën e hapur të kandidatëve socialist për deputet është edhe nënkryetari i Bashkisë së Vlorës Klevis Kaso. Kaso e cilëson një privilegj që i bën Partia Socialiste, duke theksuar se do t'jap më të mirën e tij. Faleminderit kryeministër që më bët pjesë të këtij podcasti kaq të famshëm tani më. Unë jam Klevis Kaso, jam 38 vjeç, kam lindur, jam rritur në qytetin e Vlorës, në në lagjin më të vjetër të Vlorës do të thosha, se nuk është Muradia e Brunës, lagja më e vjetër. Sfilloni nga këto tani amanse. Ose prova për Brunës por i urtë çuditërisht. Jam baba i 3 fëmijëve dhe vajzën po thuaj se e kam adoleshente dhe njerëzit më pyesin si ka mundësi që vajza adoleshente ti i ri për vetë. I them, ma ka bërë dëmin kur unë loja basketbol, Petrit Stefan më bëri kapiten 19 vjeç, shoku ekipit ishte 42 vjeç, dhe më duke vetë jam i madh se babai. Ti kaloja etapat një nga një, doja të martesha shpejt, bëja familje shumë shpejt, por për këtë jam e ndi veten goxha të realizuar. Jam formuar në atë qytet në disa dimensione të ndryshme. Dimensioni tjetër është biznesi që kur e kuptova që basketbolli nuk do i plotësonte ekzigjencat e familjes time për më mbrapa, i mora frenat e biznesit në dorë. Babai kishte një mosbesim të theksuar dhe më thoshte që merru më me shkollën. Kur mbasi të mbaroj shkollën, duhet patjetër të punosh diku në shtet. Këto shprehje klishe të prindërve që janë të frikur për të ardhmen e fëmijëve të tyre. Si pjesë e listës së hapur të Partisë Socialiste për deputete, është edhe drejtuesi aktuale e Spitalit Rajonal të Vlorës Brunilda Mersini, teksa ka drejtuar për mbi 8 vite Spitalin Rajonal, por edhe me detyra të rëndësishme edhe në Partinë Socialiste, por Mersinin duket se është momenti i duhur për të kandiduar. Faleminderit edhe për prezantimin. Unë jam Pëlqeu si prezantim, mirë ishte? Them që më përshtatet. Okej. Unë realisht me origjinë jam fjerake, po në Vlorë thon brunat më vlonjatët se vlonjatët. Po ti paske ti që edhe më rënd, se paske do më thonë dhe inat, më ti ke edhe Vlorën brenda, po ke edhe inatin e Fierit me Vlorën. Nga Fieri kemi butësinë dhe inteligjencën, karakterin. Po dakor, vazhdo fol. Karakteri luftara kemi të Vlorës. Unë jam mjeke me profesion, jam prej 32 vjetësh mjeke. Pasioni im mjekësi në fakt ka qenë obstetrik ginekologjia, edhe për këtë jam profilizuar, jam doktore shkencash në obstetrik ginekologji. Dhe për 25 vjetësh e ushtroj këtë profesion, i cili
më ka dhënë shumë pasion, sepse kam pritur shumë lindje fëmijësh në qytetin e Vlorës. Në fakt, në gjithë rrugtimin tim prej 56 vjetësh tashmë në jetë, sfidash, përpjekjesh, realizimesh, dështimesh, masterpiece jetës time janë 2 vajza. Po si 56 vjetë? 56 vjeçë. Po si më je njësoj si që kam njohur ditën e parë? Po qa... Vazhdo. Masterpiece jetës time janë 2 vajzat, të cilat edhe ato kanë ndjekur pasionin e mamës së vet, po edhe të babës së vet. Janë të dyja mjeke, edhe kanë zgjedhur të jetojnë në Shqipëri dhe edukohen po ashtu në Shqipëri. Dhe kuptohet në një familje për 4 vetash. Vajzat ku janë në Tiranë? Të dyja janë në Tiranë. Njëra është mjeke kirurge plastike estetike dhe tjetra mbaron mjekësinë. Dhe në një tavolinë për 4 mjekësh kuptohet që natyrë shumë. Në një tavolinë për 4 mjekësh ti je kasapi, po e di ato. Unë jam realisht kirurge, po. Po kasapi ti je, po. Po në fakt në natyrshëm na vijnë biseda mjekësh, edhe të vinë natyrshëm sepse ato kanë parë shembull e 2 prindërve të cilët kanë zgjedhur këtë profesion që na ka formuar si karaktere, sepse ky profesion i mjekut të formon ti jesh e përkushtuar, ti jesh humane, ti jesh këmbgurse, ti jesh luftarake dhe të sfidosh.